drejtuesit më të lartë të shërbimit informativ kombëtar, zëvendës të drejtores. U morën javë të para me të gjithë regjistrat e rrjetit agjenturor të sigurimit të shtetit dhe aktivizuan atë për karrigën e Edi Ramës duke shkel ligj dhe çdo gjë. Ne po evidentojmë me shumë përgjegjësi krimin elektoral. Ky krim është po kaq monstruoz në diasporë. Ju e morët vesh, besoj, e morët vesh. Se si në kutinë e Beratit për diasporën dilte Partia Socialiste 99.6%. Pra, kemi të bëjmë me Korenë e Veriut. Kjo është e vërteta. Në qoftë se nga Greqia ardhja me postë të zakonshëm çdo ditë para se famziu kriminali Balla të shkonte me ordhit e patronazhistëve në Greqi, ishte 1500, 1000, 1300 zarfa. Pas dërgimit të kriminalit Ballës në Greqi, çdo ditë kanë ardhur 6000 zarfa, të gjitha të manipuluara. Ju besoj se po i ndiqni numërimit e votave të diasporës, se si ato janë të gjitha me shenjat më të sigurta të falsitetit dhe manipulimit. Thirrja ime është kjo, për të gjithë komisionerët që po bëjnë punë me vetmohim, të numërojnë çdo votë në dëshmi të respektit ton të palkundur, ndaj atyre që në kushtet terrori kanë votuar për opozitën. Çdo votë. Të regjistrojnë dhe të marrin shënim çdo parregullsi. Libri i zi i këtyre zgjedhjeve shkruhet me datën 16 në ora 17 në bulevardin Zogu i Parë për të sensibilizuar opinionin publik botëror mbi krimet monstruoze të përbindshit elektoral Edi Rama, që nuk respekton asnjë rregull, asnjë ligj kombëtar dhe ndërkombëtar për zgjedhjet. Protesta do të jetë paqësore. Ne garantojmë se nuk do ketë probleme që të cenojnë në shkallën më të vogël sigurinë e dinjitarëve që vinë, por duam që ata ta mësojnë se kanë qenë të ftuar nga një narkodiktator që nuk njeh ligj as moral për votën dhe vullnetin e qytetarëve të tij. Po. Zoti Berisha, Isa Mizura nga Ora News. Protesta e datës 16, cila është thirrja kryesore e protestës? Është përsëritja e zgjedhjeve, zgjedhjet të qeverisë teknike, apo cila është thirrja kryesore, pyetja e parë? Tani, siç i shifni dhe po i ndiqni dhe unë përgëzoj mediat
por raportet që kanë bërë, disa për tyre shumë të çmuara dhe shumë të guximshme. Ne nuk bëhet fjalë kurrë që të pajtohemi me këtë zgjedhje. Jo, të harroj kush. Ne kemi bërë gjithçka në përputhje me ligjin, sa në takonte ne si opozit, që Shqipëria të ketë zgjedhje. Tani opozita ka detyrat që do t'i përmbush me shumë dinjitet, me shumë vendosmëri. Protesta e datës 16 është një protest në emër të një populli që votën ja dikton revolja pas kokës si që ka ndodhë në Peshkopi. Që votën ja dikton Poja, ja dikton Suelçela, ja dikton Blendi Xhabafti, ja diktojnë Fir, ja diktojnë bandat të katëran të vendit. Miq që vinë do të ndëgjojnë zëri një populli që kërkon të votojë lirë dhe që një tiran, një narkodiktator, nuk i lejon ata, por përdor të gjitha mjetet e dhunshme për të rrëmbyer votën. Ka krijuar shtetin monstër elektoral. Para gjithë botës, para jush, para gjithë botës. Për të shtypur vullnetin e qytetarëve. Ky është fillimi i një betejë e cila s'ndalet më. Pyetja e dytë, ka ende... Pra, edhe një herë. Doradorës do formulohet e gjithë strategjia, por zgjedhjet të cilat blihen në mënyrë të tillë nuk ka partoka. Të çosh zarfin me 100 euro, të falësh 2 ditë para zgjedhjeve 200 milionë. Të japish licenca për mbjelljen e miliona rrëjve kanabis. Për votë. Të aktivizosh bandat, siç është evidentuar në qytetet, t'i bën thirrje për konflikt dhe destabilizim. Por ne çështja jonë është, lufta jonë është për votë. Ne nuk mund ta imponojmë kur në këtë mënyrë. Jemi forcë politike sovrane. Jemi forcë politike sovrane. A ka gjë më të turpshme? Shkoni shifni kutin, si në Korenë e Veriut. 99.6% vota për Partinë Socialiste nga diaspora. A mund të pranohen këto? Por të mos u thënë se ne po dokumentojmë gjithçka, jemi në proces dokumentimi. E mbyll, duke shpreh mirënjohje të pakufishme për gjithë ata që kanë votuar. Dhe ftoj që të dalim zot votës lirë. Zoti Berisha, ky proces, kundërshtimi i këtij procesit zgjedhor do të jetë paralelisht me një proces të brendshëm të Partisë Demokratike për të respektuar statutin që vetë keni propozuar dhe miratuar, apo do merreni më vonë me proceset e brendshme? Tani, i nderuar zoti Myzyri, Partia Demokratike ka statutin dhe do i përmbahet asaj, po ka disa parime e prore. Dhe në këto parime e prore është vota e lirë e shqiptarëve. Kjo parti nis betejën për votë e lirë shqiptarëve. E kemi nisur, është vazhdon betejën. Sepse ju jeni dishmitar, se si në mes të fushatës, një javë para zgjedhjeve, në Valencia
Edi Rama u damkos si njeri që blen vota me lek, me zarfa, blen vota me prokurime, blen vota me kanabis, blen vota me punësime. Të gjitha format e blerjes votës. A ju garantoj ju që nuk ka akt dhe gjë në botë që nuk do nërmarë për të mbajtë karrigen sepse është i zhytur në krime të tmerrshme. Ka luajtur vetë e votën me rendin me të gjitha. Zoti Berisha, Joldis Shuaibi, Televizioni Klan. Të gjitha konstatimet që ju thatë për bërjen pistë të procesit elektoral të 11 majit, në fakt kanë gjetur, janë mbështetur edhe në raportin paraprak të OSBE-ODIR-it, kur bëhet fjalë për blerjen e votës, përdorimin e administratës, bandat, por unë kam një pyetje më konkrete. Prit. A nuk i përshkruan që të gjitha këto që i thëmë në raportet? Po. Kaq, vazhdoj. Pyetja ime ka të bëjë me faktin, si ka mundësi që në Kruj, kur ne dim aktivitetin e bandave kriminale, Partia Demokratike ja doli të fitojë dhe përballë bandave. Mos ka vallë ndonjë problem të brendshëm në struktura drejtuese të Partisë Demokratike? Do me thënë, ti do të marrësh shumë falë, do marrësh përjashtimin për të rëzuar rregullin. Po, fare thjesht. Nuk të them se 100% janë aktivizuar. Dhe unë nuk jam policia e shtetit. Unë kam sulmuar dhe do sulmoj dhe do shpall terroriste ato banda të cilat merren me rrëmbimin e votës. Nuk kam patur asnjë dhënë, se nuk kursej unë asnjë prej tyre, ta dish mirë, asnjë. Nuk kursej njëri. Po të kisha patur të dhënë, por ama, për të sulmuar, pa bazë nuk sulmoj njëri. Dhe në qofë se ndodhë që nga mos informimi, unë të nesër kërkoj ndjesë. Kjo është, besoj se e more përgjigje. Nuk kam asnjë dhanë, dhe kam bërë fushat atje, si që din, dhe nuk kam patur. Nuk kam patur të dhanë se ato kanë shkuar si kartë, si kështu me satër, për të thënë që të pres kokën, pos bërë këtë, pos bërë atë. Nuk kam patur. Dhe kotë unë nuk mund të flasë. Ka dhe tjera banda në Shqipëri të cilat nuk kanë patur aktivitet elektoral. Unë nuk mund të them se kanë patur pse janë bandë. Jo, kjo nuk do thotë. Po bandat e pushtetit, po fal një minutë, a e morët vesh ju sa votuar në Burgj apo jo? A e morët vesh? Ministri i Brendshëm të gjitha votat merr Monela Felon në Burg. A ka vend në botë, mor, që votohet ministri i Brendshëm përveç se në Shqipëri? Po se është bandit si ata? Po s'ka diskutim. Po ja kjo do t'jetë temë në studio. Kjo është çështje e gjitha studiove. Ministri i Brendshëm votohet në Burg si ylli i Burgut, i të burgosurve. 99% të burgosurve votojnë Partinë Socialiste, rrof partia që na burgosi. E kuptoni apo jo? Çfarë zgjedhjesh janë këto? Rrof partia që na burgosi. Pas, kjo është Korea e Veriut, për sotri. 99%. Pra, prisni, se do ndëgjoni, por ama, beteja për votën e shqiptarëve është betejë absolute. Do fitoj, do t'jetë fitimtare. Dhe njëherë, thirrje. Popullit opozitar në protest kundër këtyre zgjedhjeve të grabitura. Më shumë se kur ndonjëherë. Çfarë dëshmojnë të zgjedhje? Sa më shumë vjedhin Edi Rama me grupin e tij, aq më i fort bëhet rezultati, sepse krimi shtrohet në votë dhe vota në krim.
Ka një raport që kam denoncuar me kohë, shumë kohë përpara. Krimin votë dhe vota në krim. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Këtë betejë që ju thoni për votën e lirë të shqiptarëve, do ta udhëheqë Sali Berisha si kryetari i Partisë Demokratike apo një lidership i ri i kësaj force politike? Urdhroni? Lirë, që ju thoni, pra që do të bëj Partia Demokratike, do e udhëheqë Sali Berisha si kryetari i kësaj force politike apo një lidership i ri? Këtë betejë gjërën fitore, ai që nisi dhe bitisi. Do ta bitisi. E murdhësh. Dhe një pyetje tjetër, zoti Berisha jeni pyetur dhe pas zgjedhjeve të vitit 2023 që shkruat një libër të zi, sikundër e deklaruat edhe sot që do shkruani një libër tjetër të zi, që cili do të jetë rezultati i zgjedhjeve të vitit 2025, Sali Berisha do të respektonte statutin e forcës së tij politike që nisi me rrithëm e limin që ju keni kërkuar. Janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme të pa lidhura njëra me tjetrën. Beteja për votë e lirë është betejë për votë e lirë, nuk ka gjë në botë që është prevalon mbi të gjitha. Asgjë nuk mund të ndalë Partinë Demokratike në këtë betejë. Ju i pat vetë. Kutit 100%. Kore dhe Riu, Endi Gonxhia. Në Vorë, dëgjojeni pak. Në Vorë 5500 vota. I dyti masti 500 vota. 10 fish më shumë. Këta ka rikthyer korat më të zeza elektorale për shqiptarët. Shqiptarët do të përgjigjen këtyre. Faleminderit.